Analistë të shumët, general të NATO-s, ekspert ushtarak, her pas here në intervistat të ndryshme për mediat kanë paralajmëruar se një përballje e mundshme mes Rusisë dhe Perëndimit nuk është as pak një skenar i pamundur dhe paralajmërimet të janë të herpashershme në media. Së fundmi është ish komandanti i Marinës Britanike Lord Alan West, i cili paralajmëron se përshkallëzimi i luftës mes Ukrainës dhe Rusisë rrezikon të përshkallëzohet në një konflikt më të gjerë dhe të përfshijë vendet anëtare të NATO-s dhe madje sipas tij, Britania tashmë është në një luftë efektive me Rusinë. Është mjaft e vështirë të imagjinohet se si dikush mund të dalë nga ky konflikt, sepse një luftë në shkallë të plotë midis NATO-s dhe Rusisë nuk dëshirohet. Rusia do të humbiste dhe rreziku që ata të humbasin është nëse do të bënin një gabim me armë bërthamore, nënvizoi ish komandanti. Edhe ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Lord George Robertson, në një deklaratë për mediat ka nënvizuar se Britania nuk është mjaftueshëm e përgatitur për një konflikt të mundshëm me Rusinë. Ai deklaroi se sabotimi në të gjithë kontinentin evropian është padyshim organizuar nga ushtria ruse ose shërbimi i inteligjencës ushtarake ruse, njohur ndryshe si GRU. Nuk jemi mjaftueshëm të përgatitur, nuk jemi të siguruar në mënyrë adekuate, jemi sulmuar dhe nuk jemi të sigurt. Nuk do ta vini re duke parë parlamentin, nuk do ta vini re duke parë njerëzit në rrugë, por po sulmohemi në hapësirën kibernetike, jo të gjitha mund të jenë aksidentale. Nga ana tjetër, ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s paralajmëroi se Moska gjithnjë më shumë po ja kalon aktet e sabotimit punonjësve të pavarur. Ata nuk mund t'i bëjnë të gjitha vetë. Kjo është arsyeja pse tani po ja kalojnë punën krimit të organizuar, një parim efektiv kapitalist. Kabllot ndetse, të cilat mbajnë 99% të gjitha të dhënave që përdorin, janë të prekshme dhe ata po i vëzhgojnë dhe në disa raste madje i sulmojnë, nënvizoi ish generali i lartë. Ai paralajmëroi se kur infrastruktura kritike hakerohet dhe shkatërrohet, qytetarët britanik do të kërkojnë në mënyrë të pashmangshme përgjigje. Kur drita të fiken, spitalet mbyllen dhe qendrat e të dhënave shkrihen, njerëz do të pyesin, pse nuk bë diçka për këtë, theksoi ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Dhe përballë kërcënimeve të tilla, generalet e lartë kërkojnë që të gjitha shtetet të jenë në gatishmëri të lartë.